Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku zbulon sekretin. Ky është ushqimi që uli yndyrën në mëlçi me 40%. Si ta përdorni? Një ditë e kufizuar me kalori dhe jo vetëm me proteina të ulta çojnë në një reduktim prej 40% të yndyrës së akumuluar në mëlçi, sipas gjetjeve të një studimi gjerman që ekzaminoi efektin e modelit dietik të sëmundjeve të mëlçisë yndyrore jo alkolike, shkaku më i zakonshëm i sëmundjeve kronike të mëlçisë në mbar botën. Ekipi ulëntues i Institutit Gjerman të Ushqyerjes Potsdam Rehbrücke, i udhëhequr nga doktor Olga Remish dhe profesori Andreas Pfeffier, kishte identifikuar tashmë një studim të mëparshëm me një dietë me proteina të larta që është efektive më shumë se ajo me pak proteinë. Dhe një studim i ri i botuar në Liver tani hedh dritën mbi efektet e mekanizmave të funksionit të kësaj diete të veçantë. Sëmundja e mëlçisë dhjamore jo alkolike karakterizohet nga grumbullimi i yndyrnave të mëlçisë dhe shpesh shoqërohet me obezitet, diabet tipi 2, presion të lartë të gjakut dhe çrregullim të lipideve. Nëse nuk trajtohet, mbart rrezikun e zhvillimit të cirozës së mëlçisë dhe mund të kërcënojë gjithashtu jetën e të sëmurit. Shkaqet e sëmundjes variojnë nga një mënyrë jetese jo e shëndetshme, ngrënia e shumë ushqimeve të shumta me yndyrë të shtuar me sheqer, si dhe mungesa e ushtrimeve fizike deri tek faktorët gjenetik. Në studimin e ri, studiuesit shikuan se si përmbajtja e proteinave në ushqim ndikoi në sasinë e yndyrës së mëlçisë të njerëzit obez me sëmundje të mëlçisë yndyrore jo alkolike. 19 pjesëmarrës ndoqën një dietë me proteina të larta ose të ulta për 3 javë. Ata më pas u nënshtruan një operacioni bariatrik për të trajtuar obezitetin, gjatë të cilët u morën mostrat e mëlçisë. Analizat e mostrave treguan se dieta me kalori të ulta dhe me shumë proteinë reduktoi yndyrën e mëlçisë në mënyrë më efikase se dieta me kalori të ulta dhe me proteinë të lartë. Në rastin e parë, sasia e yndyrës u reduktua me 40%, ndërsa në rastin e dytë mbeti e pandryshuar. Pjesëmarrësit në të dyja grupet humbën gjysmë rreth 5 kg. Nëse rezultatet vazhdojnë të konfirmojnë edhe studimet më të mëdha, rekomandohet që arritja e marrjes së proteinave në kombinim me një dietë të shëndetshme me pak yndyrë mund të gjejë rrugën e asaj që mjekët kanë në mënyrë efektive për pastrimin e mëlçisë së dhjamosur, citon Andreas Pfeffer. Studiuesit vlerësojnë se efekti pozitiv i kësaj diete qëndron kryesisht në marrjen e ruajtjes së sintezës së yndyrës që është e shtypur. Kjo sugjerohet nga analizat gjenetike të gjërave të mostrave të mëlçisë të kryera më pas nga profesor Stefan Herzish dhe ekipi i tij për qendrën kërkimore Helmholtz-Zentrum München. Bazuar në këto analiza, duhet të përfshini në dietën tuaj proteinë të pastër, të cilat do të ndihmojnë drejt për së drejti në aktivizimin më të mirë të shëndetit të mëlçisë. Mëlçia është një nga organet më jetësore të organizmit. Mëlçia e një të rriturit të shëndetshëm peshon rreth 1 kg. Ky organ është thelbësor jo vetëm për tretjen, metabolizimin, por edhe imunitetin dhe përgjithsisht edhe ushqyerjen e shëndetshme. Për ata që nuk e dinë, mëlçia është e vetmja pjesë e trupit që është edhe organ edhe gjendër. Ky emër timi ja atribuohet sepse në rolin e gjendrës mëlçia sekreton shumë substanca kimike të nevojshme për pjesë të tjera të trupit. Duke qenë se funksionet e mëlçisë janë të një rëndësie të veçantë, mirëmbajtja e saj është po aq thelbësore. Mbi ngarkesa e mëlçisë rrit rrezikun e mbipeshës, sëmundjeve kardiovaskulare, dhimbjeve të kokës, problemeve me tretjen, alergjitë e të tjera. Në këtë video do të mësoni për ushqimet më të mira që pastrojnë mëlçinë. Sipas Health.com, këto janë mënyrat më të mira të cilat do të ndikojnë pozitivisht me një dietë të pasuruar me këto ushqime që mund të përmirësojnë shëndetin e mëlçisë. Hudhra. Sipas të dhënave, hudhra aktivizon disa enzima të mëlçisë që ndihmojnë në eliminimin e toksinave. Hudhra përmban alicin dhe selenium. Këto dy përbërës e pastrojnë mëlçinë, e mbrojnë atë nga dëmet e toksinave dhe ulin kolesterolin. Ky i fundit shkakton mbingarkesë në mëlçi dhe ndikon negativisht në funksionet e saj. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e 2 deri në 3 thelpi hudhër për çdo ditë. Qitro. Qitroja është e pasur me vitaminën C, pektin dhe antioksidant. Këta të fundit neutralizojnë radikalet e lira dhe detoksifikojnë mëlçinë.
Rekomandohet që njerëzit që pinë nga një gotë të vogël me citron në ditë të hanë edhe një frut në ditë. Panxari. Panxari përmban shumë flavonoide dhe beta-karoten, të cilat stimulojnë dhe përmirësojnë funksionin e mëlçisë. Por më tepër, panxari është një pastrues natyral i gjakut. Limoni. Limoni përmban antioksidantë të veçantë që aktivizojnë enzimat që janë në përgjegjësi për pastrimin e mëlçisë. Sipas të ënave, vitamina C ndihmon mëlçin të prodhojë dhe enzimat që treten dhe përthithin më mirë mineralet. Çaji i jeshil. Pirja çdo ditë e çajit jeshil ndihmon gjithashtu në largimin e toksinave të depozituara të yndyrës. Ajo është e mirë në trajtimin dhe parandalimin e problemeve të mëlçisë. Mjekët rekomandojnë pirjen e 2 deri në 3 filxhan me çaj në ditë, të ëmbëlsuara me mjaltë. Avokado. Përbërësit e avokados paksojnë dëmet e shkaktuara në mëlçi. Yndyrat mono të pangopura të avokados ulin kolesterolin e keq, rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, të cilat mëlçia arrin të përpunojë më mirë. Këshillohet ngrënia e 1 deri në 2 avokado në javë për disa muaj me radhë për të marrë këto përfitime. Shafrani i Indisë. Kjo erëz e verdhë është efikase në pastrimin e mëlçisë. Përbërësit e saj janë të shkëlqyer për rigjenerimin e qelizave të dëmtuara të mëlçisë. Molla. Një mollë në ditë është sekreti që mban mëlçinë e shëndetshme. Mollët përmbajnë fibër, pektin që largojnë toksinat dhe kolesterolin, duke penguar një mbingarkesë të mëlçisë. Mollët përmbajnë acid malik që pastron gjakun nga toksinat dhe qelizat e dëmshme. Arrurët. Arrurët përmbajnë aminoacide që pastrojnë mëlçinë në mënyrë efikase dhe largojnë toksinat. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një grushti me arrorë çdo ditë. Brokoli. Brokoli përmban shumë fibër dhe vitaminën E, një antioksidant i fuqishëm që mbron mëlçinë. Përbërësit e brokolit ndihmojnë largimin e toksinave nga trupi. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një racioni me brokoli 3 herë në javë. Shëndeti i mëlçisë varet edhe nga stili i jetesës. Njerëzit duhet të paksojnë sasinë e konsumuar të alkoolit, sheqerit, kafeinës dhe ushqimeve të përpunuara dhe pirjes së duhanit për të pasur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të trupit dhe të mëlçisë në përgjithësi. Mëlçia është detoksifikues kryesor në trupin tuaj, edhe pasi keni konsumuar shumë sheqer, yndyrë dhe pije të shumta. Mëlçia juaj mund të ketë nevojë për më shumë kujdes. Provoni të shtoni në dietën tuaj këto ushqime që ndihmojnë në forcimin e mëlçisë, përmirësimin e proceseve të pastrimit dhe mbrojtjen e saj. Kafeja. Kafeja redukton inflamacionin dhe mbron nga sëmundjet e mëlçisë. Studimet tregojnë se konsumi i kafes ulë rrezikun e cirozës. Ciroza është një gjendje në të cilën përfundon mëlçia pas sëmundjeve kronike që shoqërohen me dëme të qelizave të mëlçisë, fibrozë, rigjenerim modular dhe shtrembërim të mikrokontrurës të mëlçisë. Gjithashtu mund të mbrojë kundër problemeve të mëlçisë yndyrore dhe problemeve të asaj kronike. Lëngu i panxarit. Lëngu i panxarit është përdorur si një recetë për aktivizimin e enzimave të mëlçisë, të cilat ndihmojnë në funksionin dhe detoksifikimin e mëlçisë. Është e pasur me beta-lajn dhe komponentë të tjerë që kanë treguar se reduktojnë inflamacionin, mbrojnë kundër stresit oksidativ dhe zvogëlojnë problemet e dëmtuara të mëlçisë. Çaji i jeshil. Çaji i jeshil është i pasur me katekin, antioksidant që përmirësojnë shëndetin e mëlçisë, rrisin nivelin e enzimave mbrojtëse kundër stresit oksidativ dhe depozitave yndyrore të mëlçisë. Studimet tregojnë se çaji i jeshil gjithashtu zvogëlon rrezikun e problemeve të mëlçisë për shkak se disa studime tregojnë se suplementet e koncentruara të çajit mund të rrisin edhe dëmtimet e mëlçisë dhe të përmirësojnë gjendjen. Boronica. Boronicat përmbajnë antioksidant të quajtur antiocianine. Këto antioksidantë gjithashtu kanë përfitime të mëdha për shëndetin e mëlçisë. Është provuar se konsumi boronicave çdo ditë për 3 deri në 4 javë mbron mëlçinë dhe parandalon gjithashtu zhvillimin e lezioneve, dëmtimit të indeve dhe probleme të fibrozës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.